Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti vlerëson se Maqonis mund t'i ndodhë skenari Ukrainës nëse nuk zhbllokohet procesi eurointegrues. Gjatë fjalimit të fund vitit, Ahmeti tha se Ukraina nuk është edhe aq larg, ndërsa mosmarrëveshjet atjeshme etnike dhe ideologjike i krahasojnë me rrethanat në Maqoni. Sipas Ahmetit, vullneti i padiskutueshëm i shqiptarëve të Maqonisë është anëtarësimi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në tërësi Ballkanit Perëndimor i duhet ta ndajë mendjen nga e kaluara dhe të shohë, të ndërtoj, të ardhmen në paqë, stabilitet, siguri. Dhe kjo e ardhme ndërtohet dhe ndërtohet e sigurt duke e rrështuar aty ku prodhohet paqja, stabiliteti dhe ardhmëria, NATO dhe Bashkimin Evropian. Kryetari i BDI-s foli për herë të parë dhe për propozimin e STEM-s, pas reagimeve të opinionit dhe të disa funksionarëve të BDI-s në mbledhjen e kryesisë partijake. Tashmë dhe kreu i BDI-s flet për domosdoshmërinë e konsensusit etnik dhe për pamjen e simboleve shtetërore. Jemi përpjek që të ofrojmë zgjidhje konsensuale edhe për të shumë çështje të cilat akoma kemi dallime dhe pikpamje të ndryshme. Në kuadër të këtij konsensualiteti është edhe simboli i shtetit, për cilin ne mendojmë që komuniteti shqiptar jo vetëm që tjetë i përfillshëm, por edhe i dakordueshëm, sepse bëhet fjalë për një simbol i cili na përfaqëson të gjithëve. Një pjesë të konsiderueshme të fjalimit të tij, Ahmeti u akushtoi zhvillimeve brenda partijake, pas disa përplasjeve të ashpra mes grupeve dhe individëve brenda BDI-s. Mendimi i lirë, fjala e lirë, për këtë historikisht jemi angazhuar, historikisht kemi fliuar, por vija e kuqet mos të kalohet në anarkie në veprime, që nuk ka të bëjnë as me program e as me statut, as me vizion të BDI-s, deklaroi Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s. Ahmeti foli edhe për çështjet e hapura me vëmëro do pomnen, duke pranuar se ekzistojnë shumë mosmarrëveshje, për shkak se koalicioni është prodhim i vullnetit të dy popujve në Maqoni. Edhe përkundër dështimit të idesë për president konsensual, kreu i BDI-s ka mbgull se vendimarrja me konsensus duhet të zhndërrohet në praktikë politike në Maqoni.